Po të djeg stomaku pas çdo vakti, kjo kur natyrale mund të të ndihmojë. Shumë njerëz vuajnë nga djegja e stomakut. Ndjesia aciditeti dhe parehati pas ushqimit, sidomos pas vakteve të rënda ose në mbrëmje. Sipas specialistëve të mjekësisë natyrore, kamomili është një nga bimët më qetësuese për stomakun dhe sistemin tretës. Kjo kur ndihmon sepse qetëson stomakun dhe zorët, ul aciditetin, ndihmon tretjen, relakson trupin dhe mendjen. Si përgatitet kura? Një gotë ujë të ngrohtë, një qese ose një lugë kamomil, një lugë çaji mjalt opsionale. Kamomili lihet të pushojë nga 5 deri në 7 minuta. Më pas shtohet mjalti dhe përzihet lehtë. Si përdoret një gotë në mbrëmje ose pas një vakti të rënd për 7 deri në 10 ditë rresht. Kujdes, nuk rekomandohet për persona alergjik ndaj kamomilit, një kurë thjesht në shtëpi, që mund të ndihmojë stomakun të ndihet më i qetë dhe më rehat.